Në fillim të vitit 1920, Shqipëria ndodhej në prag të zhdukjes. Vendi ishte i coptuar e i pushtuar nga ushtri të huaja dhe pa një qeveri funksionale që të përfaqësonte kombin në arenën ndërkombëtare. Fuqitë e mëdha kishin plane konkrete për të ndarë Shqipërinë midis fqinjëve, duke e zhdukur përfundimisht si shtet. Kjo ishte një periudhë e errët, ku çdo ditë e re sillte vetëm pasiguri dhe frikë për të ardhmën e kombit. Por në një qytet të vogël në zemër të vendit, në Lushnjë, u mblodhën burra që nuk pranuan të heshtin. Me vendosmëri, guxim dhe vizion, ata morën një vendim që ndryshoi fatin e kombit. Kjo është historia e Kongresit të Lushnjës, dita kur Shqipëria shpëtoi. Nëse ndihesh krenar për historinë e këtij populli dhe sakrificat që e mbajtën gjallë shtetin shqiptar, shtyp butonin e pëlqimit dhe abonohu në kanalin Histori Epike. Tani, le të kthehemi në vitin dramatik 1920. Në veri të vendit qëndronin trupat serbo-malazeze, në jug ushtria greke, ndërsa në Vlorë dhe në pjesën jug-perëndimore ishin të vendosura trupat italiane. Qeveria e dal nga Kongresi i Durrësit kishte qenë e dobët dhe në ndikimin e fortë të Italisë. Ajo nuk kishte as autoritetin për të mbrojtur territorin, as besimin e popullit. Ndërkohë në sallat e errëta të kancelarive evropiane, po hartoheshin plane për të coptuar Shqipërinë si një plaçk lufte. Por në atë kohë të dëshpërimit të thellë, një grup burrash të vendosur refuzuan të qëndronin duar kryq. Ata vendosën të mblidhnin një kongres kombëtar që do të rrëzonte qeverinë e varur të Durrësit dhe do të ngrinte një qeveri të re, të dalë nga vullneti i shqiptarëve. Për këtë qëllim u zgjodh qyteti i Lushnjës, një vend i qetë, strategjik dhe më pak i rrezikuar nga kontrolli i drejtpërdrejt i ushtrive të huaja. Më 21 janar 1920, në një shtëpi të thjeshtë në Lushnjë, burrat më të vendosur të kombit u mblodhën për të vendosur mbi fatin e Shqipërisë. Ato ishin përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, nga veriu e jugu, nga Kosova në Çamëri. Midis tyre gjendeshin figura të njohura të kohës si Eshref Frashëri, Ferid Vokopola, Ahmet Zogu, Luiq Gurakuqi dhe shumë të tjerë. Jashtë mbretëronte kaos dhe pushtim, ndërsa brenda asaj shtëpie modeste po vendosej në heshtje e me vendosmëri nëse ky vend do të mbijetonte apo jo. Debatet ishin të gjata dhe të zjarta. Delegatët ishin të vetëdijshëm se çdo vendim që merrnin do të përcaktonte fatin e një kombi të tërë. Pas ditësh diskutimesh, ata morën vendime historike. Qeveria Durrësit u rrëzua, u formua një qeveri e re kombëtare me kryeministër Sulejman Delvinën. U vendos që Tirana të shpallej kryeqyteti i Shqipërisë, një vend më i sigurt dhe më i qëndrueshëm për të organizuar mbrojtjen dhe administratën shtetërore. U krijua një këshill kombëtar, një lloj parlamenti përfaqësuesi të gjitha trevave dhe u vendos që Shqipëria të ketë një përfaqësim të unifikuar në arenën ndërkombëtare për mbrojtjen e kufive të saj. Qeveria e re doli menjëherë përballë një sfide të madhe, pushtimit italian në Vlorë. Ajo i dërgoi një ultimatum Italisë, duke i kërkuar largimin e menjëhershëm të trupave. Italia në fillim nuk e mori seriozisht këtë paralajmërim, por shumë shpejt do të kuptonte se populli shqiptar nuk ishte më i nënshtruar si më parë. Vendimet e Kongresit të Lushnjës frymëzuan një valë të re rezistence, e cila shpërtheu në luftën e Vlorës. Ishte një kryengritje popullore që e detyroi Italinë të tërhiqej dhe që i dha qeverisë shqiptare autoritetin që i mungonte prej vitesh. Menjëherë pas përfundimit të punimeve të Kongresit të Lushnjës, tensionet në vend u rritën. Qeveria Durrësit nuk pranoi të dorëzohej lehtë dhe nisi përpjekjet për të mos lejuar zbatimin e vendimeve që sapo ishin marrë në Lushnjë.
Në këtë situatë të ndjeshme, në skenë del një figurë që do të luante një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e vendimeve të Kongresit, Ahmet Zogu, i sapo zgjedhur në moshë të re si ministër i punëve të brendshme. Kongresi kishte vendosur një qeveri të re të përkohshme të kryesuar nga Sulejman Delvina si kryeministër. Në përbërje të saj ishin emra që do të kishin një rol të rëndësishëm në drejtimin e shtetit shqiptar. Ahmet Zogu, ministër i brendshëm, Mehmet Konica, ministër i punëve të jashtme, Hoxh Kadria, ministër i drejtësisë, Ndoc Çoba, ministër i financave, Sotir Peci, ministër i arsimit, Ali Riza Kolonja, ministër i luftës, Eshref Frashëri, drejtori përgjithshëm i punëve botore dhe Idhomen Kosturi, drejtori përgjithshëm i post telegrafëve. Kjo ishte një qeveri që për herë të parë në atë periudhë nuk ishte e varur nga një fuqi e huaj, por e dal nga vullneti i një kuvendi kombëtar. Ahmet Zogu në rolin e tij të ri u dërgoi menjëherë prefekturave të gjithë Shqipërisë një qarkore përmes së cilës u bënte të ditur arsyet e mbajtjes së Kongresit dhe vendimet historike që ishin marrë. Ai e kuptonte se këto vendime nuk kishin vlerë nëse nuk do të zbatoheshin në terren. Qeveria Durrësit, e mbështetur nga forcat italiane që ndodheshin ende në Shqipëri, u përpoq të pengonte me çdo mënyrë. Ata e konsideronin Kongresin e Lushnjës si një lëvizje të rrezikshme që duhej ndalur me çdo kusht. Kur disa delegatë të Kongresit filluan të shprehnin frikë se vendimet mund të dështonin nën presionin ushtarak italian dhe kërkonin të qëndronin në Lushnjë deri në qetësimin e situatës, Ahmet Zogu u ngrit dhe i sfidoi hapur. Ai tha: vendimet e Kongresit do të zbatohen do e mos dhe pa vonesë. Kjo gjë lyp guxim dhe punë. Unë po nisem për në Tiranë. Ju po të doni rrini këtu. Këto fjalë nuk ishin thjesht një deklarat, por një akt vendosmërie që do të përcaktonte rrjedhën e ngjarjeve. Gjatë marshimit të tij drejt Tiranës, Zogu dhe njerëzit që e shoqëronin u përballën në kavaj me forca italiane të armatosura me mitraloza dhe topa. Një oficer italian ju afrua dhe i kërkoi të ndalonte menjëherë, por Zogu nuk u tërhoq. Me një ton të prerë ai tha: "Unë nuk njoh tjetër autoritet përveç Kongresit të Lushnjës." Pas një debati të tensionuar që rrezikoi të përshkallëzohej në konflikt armatosur, oficerit italian nuk i mbeti gjë tjetër veç se të tërhiqej bashkë me forcat e tij dhe t'i hapte rrugë. Hyrja triumfale e Ahmet Zogut në kavaj i dërgoi një mesazh të qartë qeverisë së Durrësit. Vendimet e Kongresit nuk do të mbeteshin në letër. Qeveria Durrësit tashmë e kuptoi se me forcë nuk mund të ndalonte dot situatën dhe provoi një tjetër rrugë, dredhim politike. Ajo i dërgoi Zogut një delegacion me propozimin për të zhvendosur kryeqytetin në Vlorë dhe për të thirrur një kongres të ri kombëtar, me qëllim anulimin e vendimeve të Lushnjës. Por delegacioni u kthye shumë shpejt. Zogu kishte refuzuar kategorikisht të pranonte një propozim të tillë. Për të, vendimet e Kongresit të Lushnjës nuk ishin të negociueshme. Ky ishte momenti kur vendosmëria e një grupi të vogël burrash mbrojti fatin e një shteti të tërë. Kongresi i Lushnjës ishte një akt politik dhe moral që u mbrojt me guxim në terren, në një vend të pushtuar nga ushtrit të huaja, ku qeveria më parshme përpiqej të ruante kontrollin. Një brez i ri patriotësh tregoi se Shqipëria nuk do të nënshtrohej më. Nga ai moment, Shqipëria kishte një qeveri të dalë nga vullneti i popullit, një kryeqytet të konsoliduar dhe një popull të bashkuar pas një qëllimi të vetëm: ruajtjen e pavarësisë. Palë këtyre vendimeve, në fund të vitit 1920, Shqipëria u pranua në Ligën e Kombeve, duke fituar kështu njohje ndërkombëtare si një shtet sovran dhe i pandashëm. Ishte një fitore e madhe për një kombë që vetëm pak muaj më parë kishte qenë në prag të zhdukjes. Kongresi i Lushnjës nuk ishte një mbledhje e zakonshme. Ishte një akt i rrallë guximi kombëtar, një sfidë hapur ndaj planeve të fuqive të mëdha. Në një kohë kur shumë vende të tjera humbnin pavarësinë, një grusht burrash nga një qytet i vogël vendosen që Shqipëria të jetojë. Kjo është arsyeja pse historia e këtij kongresi është kaq e rëndësishme. Ai ishte momenti kur një komb i vogël e mbrojti me dinjitet ekzistencën e tij.
Sot, më shumë se një shekull më vonë, vendimet e Kongresit të Lushnjës mbeten kur themeli i shtetit shqiptar modern. Ato dëshmojnë se fati një kombi nuk përcaktohet vetëm nga fuqitë e mëdha, por edhe nga guximi atyre që nuk pranojnë të dorëzohen. Nëse sot Shqipëria ekziston si shtet, është sepse në janar të vitit 1920, disa burra u ngritën në Lushnjë dhe thanë jo coptimit, jo zhdukjes, jo nënshtrimit. Nëse ndihesh krenar për këtë moment të madh historik, lëre një koment dhe trego se historia jon nuk do të harrohet kurrë. Mos harro ta pëlqesh videon dhe të abonohesh për më shumë rrëfime të tilla që mbajnë gjallë kujtesën kombëtare. Ne jemi Histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.